Edhe pse është dukur se pas 26 javësh do të vinte fundi, përsëri nuk ka ndodhur kështu. Ja të vjen kapitetje, ka parazuar Kale. 1-1. Kur kishte mbetur edhe 1 minutë nga koha e rregullt, Karioka ka goditur mjeshtërisht duke mposhtur portierin Shehi dhe duke përshëndetur rjetën, por edhe duke ruajtur të paprekur kolonën e humbjeve për Kuksin këtë sezon, ku ka korrur 13 fitore dhe ka marrë po aq barazime. Verilindorët kanë marrë një barazim 1-1 në Korçë ndaj Skënderbeut Vendas në takimin që u luajt në Korçë dhe u soll për sportdashtë drejt për drejt nga rrjeti i radio-televizionit shqiptar. Ndonse Kuksi e pati nisur më mirë ndeshjen, duke rrezikuar fillimisht me anë të Pejiçit dhe më pas me anë të Lenës, janë vendasit që do të gjejnë golin në minutën e 14, kur Liridon Latifi godet zgjuarsisht në kufit e zonës dhe mposht portierin Koliçi. Gjysmëora e mbetur e pjesës së parë ka parë Kuksin më kërkues, por konfuz dhe Skënderbeun më të rrezikshëm, teksa ka goditur edhe 2 herë portën e Verilindorëve, por pa arritur të gjejë golin e dytë. Me përsin minimale të vendasve do të mbyllet pjesa e parë dhe kjo do të vazhdoj deri në minutën e parafundit, kur ka goditur Karioka. Kuksi ruan kreun me 52 pikë, 2 më tepër se sa Skënderbeu dhe 3 më tepër se sa Partizani që ka luajtur një ndeshje më pak. Të shtunën pas drekë luan 2 takime të tjera të javës së 26, Korabi Partizani dhe Laçi Flamurtari, ndërsa të dielën pas drekë luftëtari pret në Gjirokastër Tiranën, kurse në mbrëmje duke nisur nga ora 17 Teuta përballet në Shkodër me Vllaznin. Vërshëllima e fundit nuk është mundur, pra e ka mbajtur 0.